Në një intervistë për televizionin Uskana, veprimtari i hershëm i çështjes kombëtare Ilyas Kadriu ka folur për zhvillimet e fundit politike dhe situatën para raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kërçov. Ai theksoi rëndësinë që ka ky proces për të ardhmen e qytetit dhe për ruajtjen e karakterit të tij kombëtar. Ai u bëri thirrje qytetarëve që më 2 nëntor të lënë me një anë dallimet politike e partijake dhe të unifikohen dhe të votojnë shqip, duke theksuar se vetëm përmes unitetit Kërçova mund të vazhdojë të frymojë shqip dhe të ecë përpara drejt zhvillimit dhe përfaqësimit të denjtë të interesave të shqiptarëve. Ndëgjoj, ato që na sollën këtu janë produkte të politikave jo stabile shqiptare gjermë tani dhe mosmarrveshja e subjekteve politike solli ndoshta edhe kandidat të pavarur e cila ishte iniciative re, shumë e re, edhe një kandidat tjetër të Vlenit dhe të BDI-s, edhe vota shqiptare nga 3-14.000 u përqa, u pjestu për 3 dhe rezultati o ky që kemi. Unë mendoj se rundi i parë mbaroi. Tash shqiptarët nuk duhet të votojnë politikisht më. Çka ishte politike mbaroi ditën e diel në ora 7 në mbrëmje. Pasi pranum rezultatet se si janë, shqiptarët në raundin e 2 duhet të votojnë fituesin kombëtarisht. Kjo është porësia e ime, unë baj pesh të rand në supet e mia t'i them këto fjalë, se unë kam qenë në taborin tjetër të preferencave të mia individuale. Por filmi mbaroi edhe duhet të ecim përpara. Ata që mendojnë ndryshe kanë inate politike, nuk shohin të nesërmen, është çështje e individëve të cilët e kanë vendijen ashtu si e kanë, secili dikush është edhe i papjekur shumë, dikush ka inate. Unë besoj se raundi i 2 duhet të shkohet të votohet kombëtarisht. Për të gjithë ata që vinë, për të gjithë ata që janë këtu, kjo nuk do jetë punë e lehtë. Diferenca e fituesit mund të jetë shumë e vogël dhe rrezikshme. Jo në pikpamjet e skalimeve. Forcat janë, matematikat janë shumë të pavolitshme edhe për ne edhe për ata. Prandaj duhet përpjekje maksimale që të fitoj pala jo. Edhe unë baj pesh të rënd kombëtare mbi supet e mia për 35 vjet, nuk kam rrëshqit unë kombëtarisht. Prandaj nuk kam as inate, as revoltim, as gja. Unë jom i politikave të rrugovës, i politikave të buta, aty ku kundërshtari mund të mundet, po duhet të respektohet. Kjo është ai qëllimi im, edhe unë me keqardhje e them këte se ku jemi sjellur. Kërçova nuk e meriton këte. As votuesit nuk e meritojnë këte. Pse duhet votuesi shqiptar të futet në mes të mureve të shtetet për muri Modi Kati Amaj, nga turpi prej Kojshis, nga turpi prej fshatit, nga turpi prej Kërçovarit, nga turpi prej politikave, nga turpi prej marrëdhënieve ndërnjerëzore. E kemi sjell veten të papërshtatshëm për njëri tjetrin në situatë kur kemi një shqiptar dhe një maqedon. Unë jam aq i qartë në deklarimet e mia. Votohet shqip. Unë votoj shqip, Maqedoni voton maqedonisht. A ka ma thjesht se kjo? Unë nuk jam i natyrave tjera. Ti të më ndihmojsh mu, unë të ndihmoj ty. Po në demokraci nuk ka ndihma, ka vetdije, ka mendje e cila shikon për para të nesërmen, kush jep rezultate, jep. Ka malverzime, ka gjëra që s'na pëlqejnë, ka gjëra që nuk u pëlqejnë edhe humbësve, ka gjëra që nuk i pëlqejnë edhe fituesit, se ka dash të fitoj ma shumë se sa që ka fitu, por për të qenë i kënaqur me numrin, duhet të kesh një kandidat edhe nuk ke probleme tjera, se ma boni me hile, s'ma boni me hile. Ne hile, pse nuk i kemi bo zoti Dehari hile më 13, ne po e mushëm bulevarin këtu, nuk dije ku është puni. Atëherë të gjithë votuesit ishin të mirë. Pse? Subjektet politike, sidomos subjekti politik që fitoi, ishte
historik, e bëm historin, po ajo histori ka ma vështirë për ta majtë. Një shtëpi mund ta blejsh, po duhet ta mbajsh. Nëse nuk vjen ta mirëmbajsh, ajo shtëpi ka dal, shkon te poshtë. Shumë bukur, pyetje me vend, unë në një prononcim timin edhe shoqata tjera që janë poshte, prej moti apelojmë. Mundohuni të subjekteve politike edhe me shkrim, me Facebook, me gazeta, dilni me një kandidat mona veni para aktit të kryer. Ad acta quhet ajo. E ne faktikisht erdhëm aty ku nuk duheshte të vijim. Edhe sot, ja ku jemi mështet për muri, s'dim ka t'ja majmë. Po me gjithë këte, ky provim i rënd, kombëtar dhe zgjedhor, duhet të kalohet. Ky grip i keq që na zuni duhet të marrë terapin edhe të votohet shqip, të votohet kandidati i cili fitoj si fitoj. Matematikat nuk janë shumë të mira, por për këto matematikat të cilat na dolën neve, duhet të jenë shkollë për mas 4 vitesh për subjektet politike, se një bëjnë vetëm 2, nuk bëjnë 11. Unë besoj se kësaj situate shqiptarët e Kërçovës, me solidaritetin, me humanitetin, me ndershmërinë që kanë, do t'i dalin në krye duke dalë të votojnë shqiptarisht, kombëtarisht edhe Fatmir Deharin. Se i pëlqen dikuja, por nuk i pëlqen kjo deklarat, njeriu kur mbështetet për muri, mundet të kapet me arushën fyt për fyti edhe duhet të shkyet. Edhe ne kemi ardhur në këtë pozitë. Ne, anglisht quhet ajo to be or not to be. Të jesh apo të vdesish, mos jesh. E tash, prej 2 këqijave duhet të zgjedhit ma pak ajo që është ma pak e keqe. Për ne në këtë hesap është varianta e votimit kombëtarisht. Nuk di sa mund të jemi qartë, nuk di sa mund t'i shtoj kësaj, por unë mendoj se shqiptarët nuk kanë rrugdalje tjetër. Rrugdalja tjetër është katastrofë.